Kur lindi dollari dhe pse? Ndiqeni këtë video me vëmendje, sepse ne duhet jemi të informuar. Për më tepër, dollari është, le të themi, pushtet, sepse dollari përdoret nga miliona njerëz, bile çdo gjë bazohet nga dollari. Kështu që do t'ju lutesha që në fund fare, përveç se ta dëgjoni deri në fund, por të lini dhe komentin tuaj. Si gjithmonë ju falenderoj dhe kush është rastësisht do t'i lutesha nëse nuk e ka bërë ende, t'i bëj like faqes. Një gabim që bëjnë njerëzit, jo sepse unë di gjithçka, thjesht kam lexuar për këto dhe dua t'ju them disa gjëra që dua të nënvizoj. Disa bëjnë disa gabime, duke thënë që masoneria lindi nga vitet 1717, që ishte Grand Lodge, por unë ju them që ka fakte, sepse ai ishte i pari fakt i shkruar i vitit 1717, ku u krijua logja e parë e shkruar. Por kujdes, masoneria ishte që nga kohrat antike, bile bëhet fjalë që në tempullin e Solomonit. E kemi thënë këtë, por unë nuk dua të përqendrohem tek kjo, do përqendrohem tek dollari. Si lindi dollari dhe pse? Ju garantoj që është tepër e rëndësishme, sepse dollari, siç ju thash, nga baza e dollarit është baza e të gjitha monedhave botërore në të gjithë botën. Ju e dini që Nasdaq dhe inflacionet që ndodhin nëpër botë bëhen pikërisht në bazë të ecurisë së dollarit. Në vitin 1519 u shtyp një monedhë argjendi. Një monedhë argjendi që u shtyp nga një grup masonësh. Dhe u shtyp në Çeki, në Republikën e Çekisë. Dhe kur vurë re që ajo monedhë, që ishte Jamkes Taler, një gjë e tillë, Jamkes Taler, që është një zonë e Çekisë. Por Jamkes quhet zona, por Jamkes Taler ishte taleri që ata e konsideronin si monedhën e argjend tepër të rëndësishme. Por kur vurë re që kjo monedha e argjend, se duhet të dini që floriri nuk shitej në shumicë dhe për të gjithë, mbaj vetëm nga masonët ose nga mbretërit. Nuk ishte në mas të gjerë. Deri nga vitet 500 kjo gjë, jo të gjithë mund të vendosin flori, bile kishte disa zona të botës që njerëzit e thjesht nëse do të vendosnin flori në përduar apo në përqaf, përveç se ja u merrin, por i ndëshkonin. Pra ishte ndaluar për njerëzit e thjesht. Dhe njerëzit e influencë, pra ata që ishin mbretër ose konte e tjerë, kishin të drejtë që ta përdornin floririn. Por në vitin 1519 u krijua kjo Jamkes Taler, kjo monedhë prej argjendi, dhe ishte monedha e parë prej argjendi që filloi që të shitej në mas të gjerë. Dhe kur vurë re që kishte shitje dhe kuptuan që nga ajo monedhë mund të merrnin të ardhuar financiare, që të joshnin popullin e thjesht, atëre vendosin që të bënin edhe monedha prej ari. Dhe në monedhat prej ari ishte shkruar Jamkes Taler, që ishte kjo. Dhe në Angli filloi që të përdorej në mas të gjerë, dhe në vend ta përdorin si taler, e përdorën dollar, me fjalë dollar, jo taler, po dollar. Dhe nga i moment filloi që të shtypej monedha e parë e dollarit. Pra po flasim në pas vitit 1519, kështu që ishte, duket mos gaboj, nga viti 1520 ca. 25-27, mos gaboj. Dhe nga ty filloi që të shitej edhe monedha, të shiteshin dhe monedha prej ari. Por kur u vendos dollari u shtyp për herë të parë nga Lincoln. Dhe Lincoln, ju e dini shumë mirë që Lincoln ishte në favor të njerëzve me ngjyrë, ishte në favor të njerëzve të barabartë, e tjerë. Ideja për të vendosur dollarin ishte u vendos nga Deep State, pra nga ata që ishin nën partin e njohur të Lincolnit. Në fakt, Lincoln, kur e mori vesh, tregohet ishte ky shkaku që përveç kësaj dhe gjëra të tjera, sepse Lincolni përveç ngjyrës
së lëkurës të njerëzve që ishte në favor, po ishte në favor të njerëzve që t'ishin të barabartë gjithë. Ai e besonte verbrisht këtë gjë. Mirë po, ata që vendosin nuk donin këto gjëra. Dhe thuhet që ata vendosën, çmendën dikë dhe e detyruan që të shkojë dhe ta vriste Lincolnin. Dhe një nga arsyet ka qenë edhe nga dollari. Sepse në dollar, nëse keni vënë re, është mbushur plot me simbole, por simbolet më të rëndësishme janë syri dhe piramida. Dhe po thoshe që syri dhe piramida janë gjërat më kryesore në atë dollar, për të treguar potencën, pushtetin dhe themelin e organizatës, pra të masonëve. Duhet të dini diçka tjetër. Përpara se ta thoshte Stalini, sepse duke folur me disa miq që më thoshin që e ka thënë Stalini, do t'ju them një thënie, thënia që pak rëndësi ka se kush voton, por e rëndësishme është se kush numëron votat. E njëjta gjë ishte edhe për monedën, por e njëjta gjë fjalë ishte thënë më përpara nga familja Rothschild, sepse mendohet dhe Rockefeller, sepse mendohet që ishin ata që e themeluan dollarin, siç u thash, jo vetëm në monedat e para, në Republikën Çeke, por edhe më vonë, nga vitet 1782, mos gaboj, filluan që të stamposnin dhe monedën, me fjalë kartë monedën që ne njohim sot të dollarit. Dhe ato simbolet që janë aty janë shumë domethënëse. E para njerë që është e rëndësishme, piramida do të thotë që çdo gjë që na rrethon, qoftë në një familje, qoftë në një shoqëri, por qoftë edhe në një shtet, madje edhe në planetin Tokë, është e themeluar nga hierarki, është e formuar nga hierarki, dhe hierarkia është me kate. Kështu që secili ka gradën e tij. Kohët e fundit ne kemi dëgjuar që njëri ishte i gradës së tretë, njëri 18, njëri ishte i 33-shit etj etj. Ato janë vetëm disa numra për të stabilizuar disa si mund të quhen disa shkallë shoqërore që janë të lidhura pikërisht pra me grupin e masonëve. Por duhet të dini që masonët e vërtet nuk kanë grada. Me qallë ata të mëdhenj fare, nuk kanë rëndësi që të kenë grada. Janë ata dhe kaq, vendosin ata çdo gjë dhe kaq. Bile do t'ju them, në një nuk mund të thuaj, jo shumë gjëra mund të thuhen, por do të them që dikush një herë ka treguar që janë 29 ata të mëdhenj fare, dhe ata 29 vendosin fatin e të gjithë. Nga këta 29, vetëm pak prej tyre, pra ata që mbeten 6-7, duke se janë 6, këta 6 që janë, që mbeten në fund fare, këta vendosin fatin e botës, sepse kur mblidhen, thuhet që mblidhen në 6 muaj, dhe të 29 kanë një projekt, sepse çdo mbledhje që bëhet për një projekt të sigurt. Zonja që shkun tapetin, më fali, jam në hotel këtu dhe Dejse. Ndjes, ka dhe zhurma, kështu që kërkoj ndjes. Dhe po thoshja që të 29 kur mblidhen kanë një projekt secili prej tyre dhe projektet bashkangjiten dhe secili ka, po janë shumë të shkurtër, projekte të shkurtër, me një fjalë thuhet. Për shembull, duhet të hapim luftë me Iranin, për shembull, të paktën kështu tregohet. Ose duhet të krijojmë një luftë. Ku? I thot në njëri. Ta krijojmë për shembull në Kosovë, që gjoja Kosova të luftoj për liri. Po si do ta krijojmë? Po të fusim një nga ata serbët që të themi që ai të bëjë një pastrim etnik dhe ne pastaj të hidhemi që ta mbrojmë Kosovën në mënyrë që të gjejmë shkaktarin. Kush është shkaktari? Është ai që ne i dham ca gjëra, ca para dhe ca armë për të bërë një pastrim etnik. Dhe nga ai moment na bëjnë heron ne që i shpëtuam dhe njëkohësisht bëm edhe repreziale sepse na duhet për këtë dhe këtë. Për para, për shembull, sepse
bëhen para, pastaj edhe për pushtet, sepse duhet që të zotërojmë atë zonë aty, sepse na duhet ajo për strategji, sepse është afër Rusisë etj etj. Për shembull, themu kështu. Dhe kështu bëjnë këta, her pas here thuhet, kështu bëjnë, por ata që mbeten, 6 që mbeten, vendosin në fund fare vendosin një projekt, kanë një projekt të detajuar dhe ai projekti duhet zbatuar, se ka gjëra nga këto për shkakun që nuk zbatohen. Ata e vendosin kështu, pra e mendojnë që okay, kjo mund të bëhet, kjo nuk mund të bëhet sepse për shumë arsye. Dhe mendohet që nga ata janë varen të gjitha të ardha financiare, lëvizjet i bëjnë në botë, eksport-importe të mëdha, po flas, politikat, çdo gjë në të gjithë botën. Dhe po thoshja që në dollar janë vendosur pikërisht këto pika, sepse duhet që në radhë të parë njëri që kush i kupton, sepse vetë ata i kuptojnë në radhë të parë, duhet të kuptoj që ka një hierarki dhe secili duhet ta respektoj atë hierarki. Ashtu siç bëjmë dhe në familjen tonë. Për shembull, në familje ne respektojmë babain, respektojmë nënën, respektojmë vllajën e madh, ti mos e motrën e madhe, dhe nëse nuk respektohet, ju merren më se çfarë bëhet. Pra nuk ka rregulla. Rregullat vendosen kështu sepse njerëzve ju është dhënë rregulla, janë vënë rregulla pikërisht pra sepse njeriu do shkatërrohej nëse nuk kishte rregulla. Dhe rregullat i kanë këta që janë mbahen dhe qëndrojnë gjithmonë në fshehtësi që nga kohrat antike. Dhe po i thoshja që evidencat për të parë për shembull se janë ta apo jo, ju shikoni, qoftë në politikë për shembull që politika drejtohet nga dikush tjetër, nuk drejtohet nga vendi ku ndodhen. Shikojeni me kujdes. Çdo shtet, çdo vend ka një detyrë dhe atë detyrë ata e bëjnë sipas disa kritereve të vendosura nga dikush tjetër. E njëjta gjë edhe mediat. Në çdo vend të botës, mediat janë të detyruara të thonë një fjali në atë forum që po bëhet dhe askush nuk mund të bile kohët e fundit kanë vendosur që nga viti 2015 ka vendosur ligjin e privacy, që ligji i privacy është tepër i rëndësishëm për botën, me fjalë se cili jo të gjithë mund të thonë atë çka duan, i keni vënë që shumë nga postet, nga gjërat që fliten etj seleksionohen, jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga sistemi ose edhe nga disa grupe të organizuara, disa e kanë bërë që i investojnë këta grupet, dhe grupet janë detyruara për një grush para e bën kushdo. Pra, çdo gjë varet nga ky grup. Dhe po e përsëris edhe një herë që ta mbyllim me punën e dollarit, dhe dollari nuk ka pak rëndësi ka se kush e menaxhon dollarin. Me fjalë pak rëndësi ka se ku stamposet dollari dhe si stamposet, por është ata që manovrojnë, ata që stamposin, ata që manovrojnë dhe ata që japin urdhra. Pra, sepse ne përdorim monedat, që ta dini, duke paguar një taks për monedat që ti përdor. Nuk janë tonat, dhe ti nëse i shpërdoron ato, ose ti nuk mund t'i djegësh, nuk mund t'i shpërdorosh, nuk mund të bësh të duash me parat, bile të kontrollojnë. Dhe ti, edhe sikur të kesh miliarda, ti po përdor parat e dikujt tjetër. Pra, duke marrë parasysh të gjithë këto, kuptojnë që parat nuk janë të tuat, nuk janë tonat, por janë të dikujt tjetër, të atyre që i stamposin dhe që i manovrojnë. Ka që kisha për sot. Tani kush nga ju ka informacione më shumë, të na shkruaj këtu, pres komentet tuaja, ju përqafoj, kalofshin ditë bukur.